Prej më shumë se 2 vitesh autoritetet shqiptare kishin vënë në monitorim lëvizjet e Ervin Matës në disa vende të Amerikës Latine. Në çastin e arrestimit nga policia braziliane, atij u sekuestruan disa dokumentat falsifikuara. Sipas burimeve, Mata mbante një pasaport bullgare false, e cila kishte skaduar në vitin 2024. Po ashtu, ju gjet edhe një kartë identiteti bullgare e vlefshme deri në vitin 2029, po ashtu e falsifikuar. Ndërkohë, ai posedonte edhe një kartë identiteti të Paraguajit, ku si vendlindje figuronte Mbretëria e Bashkuar. Ky dokument dyshohet se përdorej kryesisht për lëvizjet e tij në disa shtete të Amerikës Latine. Mata është arrestuar me disa persona të tjerë. Po ashtu, Mata dyshohet se kishte krijuar baza lëvizjeje mes Paraguajit dhe Brazilit. Burimet kanë bërë me dije se Mata shoqërohej nga persona me grupe kriminale paraguajane, ku ka ngritur dhe dyshime për lidhje të forta me rrjetet e trafikut. Sipas të dhënave, ka shumë mundësi që ai të ketë jetuar në periudhën e Paraguaj ose të paktën të ketë lëvizur vazhdimisht mes dy vendeve, pasi rezultojnë hyrje dalje të shumta. Në bazë të fotografisë së dërguar nga autoritetet braziliane, Interpol konfirmoi identitetin e tij, duke zbuluar se kishte hyrë në Brazil, ku më pas edhe u arrestua. Hetuesit dyshojnë se Mata shoqërohej gjithashtu me shtetas shqiptar, të cilët i mbante pranë për aktivitet kriminal. Në vitin 2023, Mata u shpall në kërkim nga SPAK si pjesë e grupit kriminal për 11 personash, mes tyre djali Erzen Breçanit. Ky grup kriminal dyshohet për trafikimin e kilogramëve me kokainë nga Amerika Latine drejt Europës. Ai akuzohet se koordinoi pjesëtarët e grupit kriminal ku bënte pjesë për trafikimin e 250 kg lëndë narkotike kokainë të nisura nga Brazili për në aeroportin e Frankfurtit në Gjermani, episodi ndodhur në fund të shtatorit 2020. 3 vite më parë, GKK-i ka caktuar ndaj Ervin Matës masën e sigurisë arrest me burg për vepra penale, trafikimi i lëndëve narkotike kryer në kuadër të grupit strukturuar kriminal dhe kryerja e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi strukturuar kriminal. Gjithashtu, hetimet janë kryer edhe në lidhje me disa ngjarje kriminale të mëparshme të ndodhura në Shqipëri. Grupi kriminal ku ai bënte pjesë dyshohet edhe për sigurimin e kushteve për vrasjen e 2 shtetazve në Shqipëri, si dhe në raste të pastrimit parave. Mata është e njohur për drejtsinë pas përplasjeve me bosën e lojrave të fatit Ervis Martinajn në një lokal në Ishblok në vitin 2018. Aso kohë pati një sherrë mes anëtarëve të grupeve rivale, konflikt që përfundoi me vrasjen e Fabian Gagjës.